Banka Botërore ka publikuar GovTech Maturity Index 2025, ose e thënë shqip raportin që një herë në 2 a 3 vite vlerëson 197 vende të botës për nivelin e transformimit digital të sektorit publik. E di që sot Akshi përballet me një hetim nga Spaku për përdorimin e fondeve. Dhe Linda Karçanaj, gruaja që ka udhëhequr jetësimin e vizionit tonë qeverisës për transformimin historik digital të qeverisë së Shqipërisë, me dije, me vullnet dhe përkushtim të përditshëm për 12 vjet me radhë, gjendet në një mas sigurie me një akuzë të hatashme, për cilën duhet pritur me durim vetëm nga drejtësia, dhe s'mund të pritet asgjë nga 700 tenxheret e çorbës politike mediatike që të dalë deri në fund e vërteta e saj, cila do qoftë ajo. Por unë di po ashtu që falë saj dhe skuadrës së Akshit, ku punojnë paurar, plot vajza e djemë talentuar të botës së re të teknologjisë, Shqipëria ka bërë një kapërcim të madh, krahasuar me vitin 2022, kur ka dalë raporti paraardhës i Bankës Botërore për qeverisjen digjitale. Këtë herë jo vetëm vijojmë të renditemi në grupin A, i quajtur grupi me maturitet të lartë, ku kemi plot 0.939 pik nga 1 që është maksimumi, por fal një rritje të ndjeshme krahasuar me raportin paraardhës ku ishim vetëm 0.752 këtë vit, kemi kaluar nga vendi i 68 në vendin e 14. Në vendin e 14 mes gjithë atyre vendeve, duke lënë pas pikërisht falpunës dhe vullnetit për ta vënë teknologjinë e re në shërbim të publikut dhe të zhvillimit të Shqipërisë, vende me emër të madh si Danimarka, Singapori apo Mbretëria e Bashkuar e me radhë. Ky është një raport objektiv dhe profesional i cili vlerëson 4 fusha kryesore që mbulojnë sistemet bazë qeveritare, shërbimet publike online, angazhimin digital të qytetarëve dhe faktorët mundësues institucionale ligjor, dhe pa diskutim që nuk justifikon absolutisht asnjë shkeljet ligji që pretendohet se ka ndodhur në aktivitetin e Akshit, gjë që mund na thotë vetëm procesi gjyqësor. Por nga ana tjetër e gjithë zhurma histerike e 700 tenxhereve të çorbës politike mediatike nuk e zhbën dot rezultatin fantastik të Shqipërisë në këtë fushë të veprimtarisë së Akshit, që mund ta verifikoni lehtësisht përmes linkut të raportit. Linku i raportit gjendet në faqen e Bankës Botërore. Edhe këtë javë, zhurma e 700 tenxhereve politike mediatike ku zihen me presion të lartë informacionet e marra në shkeljet ligjit nga kujdestarët e dosjeve dhe veprimtarive hetimore nuk la asfare vend për lajmet e mira, paçka se kjo që kaloi ishte edhe javë krish lindjesh. Pikërisht të javë doli rezultati i 3 mujorit 3 vitit, ku ekonomia shqiptare u rrit me 3.75%. Një ritëm rritje e mbi parashikimin dhe dukshëm më i lartë se sa mesatarja rreth e rrotullnesh, çka konfirmon performancën pozitive të ekonomisë sonë dhe reflekton një zgjerim të qëndrueshëm dhe të balancuar të aktivitetit ekonomik, të mbështetur nga konsumi, shërbimet, investimet dhe ndërtimi. Gjatë 3 mujorit 3 të vitit 2025, turizmi ishte motori kryesor i rritjes ekonomike. Të ardhurët nga shërbimet e udhëtimit arritën në afro 2.3 miliard euro vetëm në këtë 3 mujor, duke çuar suficitin e tregtisë shërbime në rreth 1.9 miliard euro me një rritje vjetore 27%. Për ta bërë të prekshme për të gjithë, theksoj se kjo performancë e fortë e shërbimeve ka dhënë një kontribut të drejtë për drejtë në rritjen e prodhimit përgjithshëm kombëtar dhe në përmirësimin e bilancit të pagesave. Po ashtu, besimi investitorëve mbeti i fortë, edhe në 3 mujorin e tretë, investimet e huaja direkte arritën në rreth 450 milion euro me një rritje vjetore prej 10%.
të përqendruara kryesisht në sektorët strategjik, si turizmi, pasuritë e paluajtshme, energjia dhe financat. Jo vetëm kaq, por rritja ekonomike në tremujorën e tretë vitit 2025 është shoqëruar me përmirësim të tregut punës. Norma e papunësisë ka mbetur në nivelin 8.1%, por punësimi është rritur në 69.6% dhe pjesëmarrja në forcat e punës ka arritur në 76.5%. Paralelisht dhe përsëri për ta bërë të prekshme gjithçka po them, paga mesatare bruto në Shqipëri u rrit nga 776 euro në 830 euro, duke reflektuar rritje të ardhurave nga puna dhe një përmirësim të mëtejshëm të gjendjes ekonomike të familjeve. Këtë javë prezantuam një mekanizëm praktik dhe domosdoshëm për përgatitjen e bujqësisë dhe sektorit ushqimor për tregun e përbashkët evropian, me kapitujt 11, 12 dhe 13 në zemër të procesit negociatave të antarësimit. Do të jetë një sfidë e fortë, por çka kemi bërë në një dekadë na jep besim dhe forcë se do të bëjmë gjithçka duhet për t'ia dalë edhe në 2 vitet e ardhshme që të mbyllim negociatat deri në fund vitit 2027. Një dekadë më parë, vetëm 5.600 fermerë merrnin një mbështetje simbolike aso kohë nga shteti. Sot janë 67.500 fermerë që përfitojnë çdo vit mbështetje reale e cila peshon në portofolin e fermës tyre. Eksportet dikur ishin një privilegj i një grushti fermerësh, ndërsa sot produktet shqiptare shkojnë në 18 vende të botës dhe eksportet kanë kaluar gjysmë miliard euro, ndërkohë që raporti i deficitit tregtar, pra eksporte dhe importe të produkteve ushqimore, ka zbritur nga një eksport 9 import në 1 eksport dhe vetëm 3 import. Sot jemi në një tjetër nivel, po edhe sfidat janë të një niveli tjetër. Euroagro Albania nuk është një website më shumë, nuk është një faqe më shumë në internet, po është një instrument pune, një udhërrëfyes, hap pas hapi, si burim informacioni për standarde, afate, detyrime konkrete, si dhe një kanal dialogu i hapur për fermerët dhe bizneset në këtë rrugë drejt antarësimit. Një kapitull i ri partneriteti dhe besimi sapo ka nisur me sipërmarrje, natyrisht mbi themelet që tani më janë hedhur, dhe këtë javë folëm gjëre gjatë, duke ndarë disa pikpamje dhe duke patur në qendër diskutimit paqen fiskale, një zotim i fushatës sonë elektorale që sot është ligj dhe duke nisur nga janari vitit të ardhshëm hyn në zbatim. Në thelb, paqja fiskale synon ndërtojë një marrëdhënie të re, të shëndetshme, mes administratës tatimore dhe sipërmarrjes. Ajo jep mundësi ndërmarrjeve që nuk janë në konflikt me ligjin të vetë korrigjojnë deklarimet e të shkuarës, të rikthehen pasqyrat më pashme dhe për çdo korrigjim të paguajnë një tatim fitimi vetëm 5%. Po ashtu marrëveshja me sipërmarrjes dhe administratës për tavanin e ri të fitimit vjetor, sjell paqe dhe qetësi, shmang çdo inspektim dhe ul barrën burokratike që shpesh peshon më shumë se sa bara fiskale. Nga kjo nisëm presim më shumë formalizim, më shumë energji sipërmarrëse dhe më shumë ndikim direkt në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit. Çlirimi i të gjitha sipërmarrjeve nga të gjitha gjobat e vjetra, borxhet e vjetra, sipas skedulës së përcaktuar shkon në këtë drejtim. Një nga momentet më frymëzuese të javës ishte mikpritja e jo pak, por 190 maturantëve ekselent nga gjithë Shqipëria, të cilët u nderuan me plot merit me medaljen e artë. Shembujt janë thelbësor për çdo shoqëri dhe medalistët e artë gjimnazit janë forca e një shembulli të shkëlqyer. Janë fëmijë që vijnë nga familje me status ndryshëm social. Dhe ndërta ka fëmijë që vijnë edhe nga familje që mezi e arrin fundin e muajit. Por shembulli i tyre na thot të gjithëve se mund të kërkosh dhe të gjesh me plot drejt justifikime për të mos bërë ato që duhet, por kjo botë është e atyre që nuk kërkojnë justifikime, por që ecin përpara për të bërë atë që duhet. Dhe dua t'u uroj nga zemra të gjithë atyre fëmijëve që të rriten kështu me ambicie dhe pa u dorëzuar kurrë në rrugën për realizimin e ëndrrës tyre. Dhe me që ky është epizodi i fundit i vitit,
Lejomni të bëj edhe një shënim disi të përveçëm. Shqipëria e 700 tenxhereve politike mediatike ku zihen me histeri gjithë llumi i gjysmë vërtetave që janë dhe gënjeshtat më të mëdha, ku linçohen njerëz dhe familje pa asnjë gajle për lloj-lloj arsyesh të mos arsyes, nga gjobat e portalegjinjve tek likësitë e poteregjinjve dhe mllefet e pallavragjinjve, nuk e bund dhe nuk e zbraps dot kurse si Shqipërinë të gjithë kapitujve të hapur të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Shqipërinë turistike me aeroportin kryesor të rajonit që për të disatin vit dhe këtë vit ka lënë mbrapa aeroportin historikisht kryesor në Ballkan, atë të Beogradit. Shqipërinë e transformimit digjital dhe të rritjes qëndrueshme ekonomike, ku paga mesatare ka arritur tani më në 830 euro. Shqipërinë e transformimit epokal të infrastrukturës, ku kantiere të reja hapen çdo vit, qoftë për arteret e mëdha të vendit dhe qoftë për ato të voglat. Shqipërinë e sovranitetit energjetik, e cila brenda këtij mandatit 4 do të jetë eksportuese neto energjisë dhe s'do të paguajë më as 100 darkë për të blerë energji jashtë vendit. Shqipërinë e rilindjes industrisë ushtarake, e cila do të mikpres samitin e NATO-s në 2027 dhe do ta mbrojë ditë qiellin me dronët e prodhuar këtu në vendin tonë. Shqipëria 700 tenxhereve politike, mediatike dhe histerike nuk e mund dhe nuk e përul dot as në moralin e luftës kundër korrupsionit, Shqipërinë e reformës në drejtësi, Shqipërinë e pavarësimit drejtësisë nga pushteti politik, Shqipërinë e qeverisur nga forca e pasionit dhe vullnetit shtetëndërtues, ku për herë të parë në histori një parti në pushtet i hap rrugën drejtësisë për të pastruar me fshesën e ligjit dhe oborin deri dje të ndaluar të pushtetit politik, përfshir edhe pjesën e saj në ato obor. Kjo është Shqipëri, Shqipëria ime, Shqipëria juaj, Shqipëria e tyre që sot janë fëmijë dhe që meritojnë një vend të sundimit ligjit dhe jo të sundimit llumit. Nuk do të mundet dhe as do të përulet dot nga Shqipëria 700 tenxhereve politike mediatike që nuk duan drejtësi për Shqipërinë, po duan destabilizim, duan rrëmuj, duan shkatrim në dëm të Shqipërisë. Nuk duan drejtësi me ligj, po hakmarrje me llum. Nuk duan drejtësi, po vetgjyqësi, linçime, poshtrime. Ne do të vazhdojmë të luftojmë për drejtësinë që i ka munguar këtij shteti qysh në linjën e tij 100 e kusur vjet më parë. Ne do të vazhdojmë të mbështesim organet drejtësisë. Me gjithçka kemi në dorë për të bërë detyrën e tyre dhe do të mbetemi garantët e palëkundur të reformës në drejtësi dhe të pavarësisë drejtësisë nga politika, duke vazhduar të mbetemi zëri dhe forca më e madhe shqiptarëve për Shqipërinë që askush tjetër nuk e mbron dot si ne, nuk e ndryshon dot si ne, nuk e bën dot siç do ta bëjmë ne. Shqipërinë në Bashkimin Evropian.